Pra, gjatësia e pistës, koha kur është ndërtuar, është me drejt i kërkohet sot policisë që ora dini gjë për atë pistën, por puna është që ajo pistë nuk ka shumë kohë sepse në gjurmët mbi atë ishin të vetëm një udhëtimi, për atë udhëtimit sotëm. Pra nuk ishte bërë akoma, mendohet që ma nxjerr pak materialin numër 17 në sfond. Është një pistë e re, që sapo është ngritur, madje rruga ishte shumë e vështirë për të shkuar atje dhe problemi tjetër është materiali 17 përveç gomave të mjetit që ka niveluar pistën, që ka kthyer në pistë nuk dalloshin gjurmë të tjera. Por kjo nuk do të thotë që me që ndodhi kjo histori sot materiali 17 lutem, tipi avionit, po një sy gjithë territorit, mos harrojmë vjet në Sevaster të Vlorës, u gjet një Vilson Lamaj e ulte në rrugën që kishte ndërtuar fondi shqiptar i zhvillimit. Në Sevaster të Vlorës? U ka pra vjet në Itali me 128 kg. Itali po, në Vlorë. Erdhi nga Brindisi, erdhi në Sevaster, ngarkoi 128 kg dhe kur zbriti në Brindisi, u arrestua dhe mbaj mend që ka qenë një operacion i përbashkët shqiptaro-italian, u arrestuan 14 veta, fluturimi lire ka pas emrin e koduar operacioni, dhe dëshmoi katërcipërisht me prova që si funksiononte trafiku. Ku e ulte avionin? E ulte pranë fshatit Sevaster, është një lagje që quhet Xhelilaj. Fondi shqiptar i zhvillimit po e ka parë ka bërë disa rrugë të drejta dhe ati nuk i duhet një... Tani duhet i bëjmë me kthesa në rrugë. Po tani, valla ime me qeo, kështu ka pas të një herë atyre që rrugët e drejta do na ulen avionët sërbë, ka thënë, kur ka pari rrugë drejta atje në Elbasan. Fakti që ai ka ulur nga Vlora, nga Babica më duket të shej djali, Vilson Lama edhe ishte moshere. Sa i kishte bërë dhe kurs, 26 vjeç ka qenë. Këta janë pilot edhe riformato, dhe piloti që shkapur sot, janë të dy pilot me mijëra orë fluturimi, pilot me shumë eksperiencë, ai 70 vjeç po. Për batut po të them jam shumë i zgënjur që pilot me kaq shumë eksperiencë italiane vjen u thyen rrotat në territor shqiptar. Po më zgjënjejnë të drejtën sepse ata i marrin si pilot të sigurt, se probabiliteti i tyre rrotave duhet ta fusi. Ata i marrin ata llogarisën sa mund dali, po. Ata i marrin si pilot të sigurt. Por fakti që në dy raste sa paguhet një pilot i tillë? Sa do paguaj riformatën? Për riformatën është folur që do të kishte një pagesë deri 50.000. Jo, në rast se riformata ka pranuar që personi i cili kishte kontraktuar do paguante 400 euro në 1 kilogram. Jo, riformatët se ka marrë dhe vendimin dhe është dënuar. Për asnjë moment nuk ka pranuar që është një flas bashkëpunëtori i tij i cili e ka kontraktuar. Saimir Bajrami, po flas për personin tjetër i cili ka bashkëpunuar me. Nga 7 veta që arrestoi policia shqiptare atëherë, 6 shqiptarët e pranuan bashkëpunimin në aktivitet kriminal, pranuan akuzën dhe përfituan një tret. I vetmi pilot italian që për asnjë moment nuk ka pranuar. 50.000 euro thua sa paguhet? 400 euro në kilogram. 400 euro në kilogram. Sa kilogram? 305 kilogram ju gjetën, 305 kilogram ju gjetën. Rreth 120.000 euro. Po miru paguan këta. Po për ato udhtojnë, marrin këtë iniciativë. Për këtë marrin gjithë të rrezik brenda saj. Zoti Qato, keni informacion tjetër për rastin konkret apo të kaloj te kanabisin përgjithësi? Kemi disa materiale thash të jetë interesante. Ka shumë detajet u thanë dhe në kronikë dhe u përmendëm. Këto janë detajet, janë gjitha të fiksuara në procedurbalet në vendngjarje. Sa herë edhe gazetarët nuk isha ndot se i kanë bërë investigimin perfekt. Këto janë gjitha transparente, gjithë detajet. Në momentin që është marrë njoftimi, gjithë veprimet janë bërë transparente.